Zagreb në aeroportin e Syrit, ku është edhe vllau, motra, edhe unë, siç edhe duket, ky i vogël jam unë. Është ndër të rallat fotografi të pakta që i kam me të. Tashmë më përngjan më shumë në veti, sepse imagjinoj veten me mjalin, me djalin tim. Edhe sigurisht kjo fotografi ose fotografitë e tilla më çojnë në këto kujtimet e mia të stilistikës e hiperbolës që i përmenda më herët të ilustrimit që e kam bërë dhe sigurisht janë pik motivi për çdo ndo sfide ballafaqim që mundi me pas njëtë. Asëse si moment që mund me më piklu, por si shtys për me vazhdu tutje. Bile thënë drejtën, tash si vjetë me ndihmën e inteligjencës artificiale, e kom mëri me i gjeneru disa fotografi që ka qysh ishëm vdok sot, nuk e di a keni pas rast me i pa. Ja ta pysëm gësime nëse edhe po të njëjtat i bie që unë me qenë më i vjetër se ai në pamjen që fotografi që i këm pas ekzistuese të tij. E njëjta ma ka dhonë një dimenzion tjetër të, më thonë qasës të më karshi se qysh kjo me transmetu mungesën e tij në jetën tonë të përgjithshme. Ka dhe elementet pozitive të inteligjencës artificiale që po na bën me pa çka nëse kish me u duk një ditë e jona e zakonshme nëse ishim konkret bashkë. Duket që po më thonë kemi si të gatshme. Kjo është kjo? Më falë s'po do ke mund. Po me zdatë sa do ku do sa me e pa qysh kishë mujtë me u duk sot. Ja ke tregu nënës këta? Po vesh flash. Vesh flash. Jo m'ja dërgu kështu në telefonin e saj, po vesh prej telefonit. Për më temi, një humbje e ti, kjo aksident, kjo tragedi, a ju kalon sa do pak si familje me atë drojen ose frikën ndaj avionit? Mu personalisht jo, në bile bëj parashut, a din qysh, nëse ju tani të paktën në një periudhë ndonjëherë gjatë këtyre viteve. Jo, bile asnjë prej familjes nuk është, familjes tonë ngushtë nuk është që e përmend. Megjithëse turbulencës e kujdion e përvojave të ndryshme stuhive e kështu. Atyre ju druhemi gjithë. Drejt, po kështu më parem, nuk është që ka, nuk e ka frikë, për kundrazion po them që edhe mirëm edhe me parashut, timin që e du edhe në alësin. Ideja është qysh na, ose unë personalisht qysh i qasëm, ne kemi një terminologji popullore ku thojmë, në cila është pika jote e dopt, ose flasim për familjare, thojmë është pika e me dopt, ndërkohën e kam të kundërt në argumenti, që në pikat e mija të fortë. Edhe qastet e tilla, momentet, ndodhit e tilla, është shumë tetë e rëndësishme që me rujtë shëndetin tonë mendore, emocionale, kështë me radhë, që to momente me i shëndru si pika të forta që na me ballafaqu jetën, sepse e tillë është. Që me thonë, krejt na jetojmë në të njëjtën natë, po se cilën atë errësirën e vetë. E tash ideja është që shme shëndru qatë pikpamje në ditë e se cilin në shkëlqimin e tij, ose të saj. Në këtë kuptim, unë munona që prej se cilës sfide, ballafaqim me mungesë, me nxjerr këtë pjesën pozitive që mos me afektu jo vetëm vetëm, po edhe njerëzit e tjerë të cilët na rrethojnë. Të njerëzit e tjerë, dhe flas pak për motrën dhe vllajën tënd. Lidhja juaj si një treshe që dikur u bë edhe kjo ndarja, kur vllau vendosi të kthehej për në Zvicër, e ke përjetu rënd edhe mungesën e tij, po themi në përditshmërinë tënde. Vazhdoj ta përjetoj të tillë. Ndonë se në fillet e ti, në moshën kër është rikëthy në Zvicrë, ka qenë 2009, nëse nuk po ja huqi shumë.
e që i bie që unë kam qenë 19 vjeçar. Nuk e kam pas vedin e mjaftueshme nështë me e pas se çka nuk kupton shkutja e tij fizike. Sepse kjo pjesa e distancës nuk diskutohet, se e fal edhe teknologjisë edhe mundësisë për me ardhe me shku. Megjithatë, nuk është s'ka ditë që kini moment të ult në përditshmëri edhe të nevojitet një shtrëngim i dorës me të ose me dikë tjetër. A je pranë momentit me ambush mendjen me u kthy, apo s'është nga temat e juja të shpeshta? Jo shpeshta, po se eki prej fjalorit tim të artikulum. Bile i garantoj edhe mirëqenie, kështu me radhë të fol në dy perspektiva dhe personale dhe profesionale. Po, jeta është e tillë. Edhe shoqë Zotit, ai jeton e vepron, ka kriju familje, janë gjithë të mire, janë të suksesshëm. E kështu që më e kollajshme tash edhe vajtja ardhja dhe takimet e tona, por sigurisht se nuk e zëvendëson kërqysh fizikisht, po megjithatë po them që kur na ka përditshmëria jonë, nuk është që e mendojmë shumë kështu me stërmendu. Mirë po ka në momente të caktuara që Të mungon sigurisht. E shon jetën, kuptimin sepse kanë ardhur skenaret, ose me mendon sikur të kishte qenë kështu e sikur të kishte qenë ashtu. Po në fund dikur vjen i do shiftot edhe që thotë që kjo është realiteti, kështu që pranoj edhe vazhdo të tillë. Jam nga fundi dhe dua të prek sigurisht edhe bashkëshorten edhe mjaltën e lashpër në fund djalin, por para kësaj, me që ti ke qenë 19 vjeçar kur vllau u kthye në Zvicër, e ka qenë kjo periudha, ndoshta mos më herët, për shkak të thënë ku ti ke ndjen një barë më të madhe të qenurit në kryet familjes, që të mos i mungoj asgjë, edhe sa ka qenë e vështirë për ty në moshë të re, me qenë super vigilent për një detyrë që zatën, të mos në familje shqiptare, i takon dikur më vonë mashkullit, burrit. Pashmangshëm që po, detyrat e përgjegjësisë e shtëpisë e kujdesit ndaj familjarëve kështu me radhë, jeta na ka ballafaqur me u marrë me to. Megjithëse po them, gjithmonë t'ja marr aspektin pozitiv, ku ti e kthen në formë të pjekurisë tone të mahershme, të njëjtë mandej transmeton te pjesa tjetër. Po du me lënë për një moment veten anash në këtë elaborat edhe po du me njoft meritat e mëdha të nanës, e cila i ka dy dimensione të shpatullave të saj. E fort për me barën e familjes, e rritjes tonë edhe përgjithësive të tjera të familjes. E të njëjtën kohë, këto shpatullat e buta që më na dhonë neve dashni e kujdes e kështu me radhë. Kështu që nëse duhet dikush me u falenderue me a ditë për nder mënyrën që e ka menaxhu pjesën e ndarjes saj prej bashkëshortit, pastaj periudha e luftës edhe zhvillimit tonë si fëmijë është ajo. Kështu që tash po e shfrytëzoj rastin me e falendëru edhe me i kallëzu që edhe publikisht se so që mungon që nuk ka fjalë qysh është idilike ndjenja që e kam për të shmonë e pazëvendësueshme. Në këtë kuptim po e harroj vetën, kuptimin që kontributi i saj në familje, në rrethanat të cilat kanë ndodhur, është jo një krejt periferik çka do që kishte me bo. Kuptoj. Thonë që djemt, kur fillojnë e kërkojnë ose ta krijojnë në mendjen e tyre një vajzë ideale, ka shumë virtyte të nënës së tyre në atë imagjinat. Sa ke gjetë bashkëshortja jote ose si e njoft me te? Si ju takoi jeta? Unë besoj që kur gjo nuk ndodhë rastisht, e kështu që nuk po e lo rastësi takimin të me to. Jemi taku me një bar ku kemi qëndru dët. Djali daj saj ka rezultu të jetë shoki imi edhe nëpërmjet ti
të me njoftu. Okej. Edhe kështu shoj, unë nuk me zitu që me e shprej fillimisht pëlqimin tim ndaj saj, e pastaj edhe qëllimet e mia me të. Sa palë këpuc shqeve? Shqyem. Të dy, a? Shqyem, sepse jo rastisht e thash që i shpreja pëlqimin e pastaj edhe qëllimet e mia me të. Momenti që i kam deklaru që qëllimi me të është me i dhonë jetës qëllim, aty nuk pat nevoj për këpuc tjera. Edhe kësisoj vendosëm që me bashkjetu, me u martu, e së këndejmë edhe me kriju familje. Si e morët lajmin për ardhje në jetë të bebit? Kjo është histori krejt. E bukur. E bukur edhe pavarësisht që ka i ndofë u kone preshme të njëtën ku më ka befasu. Më qenë punë edhe me një vizit zyrtare me një prej institucioneve me cilat një bashkëpunojmë, e cila ka rezultu të jetë afër banisës e prindve të saj. E di që më ka të telefonu disa herë që me dalë shpejt deri te pranë institucioni ku unë isha në vizit zyrtare në orë të punës. Po pa ma tregu një arsye të veçantë se pse po donë. Edhe kur e pash me ngulm që është Insistimi. Me më taku, po shkputem me leje, sigurisht prej njerëzve me cilë të isha në take. Me mirë kuptem edhe dola, po e takoj, e di që ma ka prezentu një kuti të unazës, blinë nëse jam të ja huqë, kështë që e kam e shprej. Kutie unazës, në të e vendosin jo unazë, po testi pozitivisht azanis. Okej. Edhe e di që me ka qelë edhe ma ka dhonë, unë e di që ka është testi ishtë azanis, e di që është do këtë pozitiv me konë. Po më kujtojtë saksisht që fjallë nuk kam thonë, po si tu kesh tu kajtë. Nuk e majnë men vetën e herë tjetër që e kom manifestu një lajmë, një diska të tjilë. Qasisoj, bile tash e kom ka po kalzoj, po parafytyroj që e figurë, edhe sigurisht që ka qenë lajmë jarë zakonshëm. Ndonë se unë po them i preshëm, po sërish e befasu. Pas ka zgjedhë dhe formë ma të veçantë me nda lajmin, veç në momentet papritshme. Më the krejt në fillim të këtij bashkëbisedimit tonin që për ty ka shumë dallim të qenurit prind dhe të qenurit babë. Si ma për ndallimin? Qa do të thotë për ty t'jesh babë edhe qa do të thotë t'jesh prind? Për te i spjegimit shkencor, biologjik e kështu me radhë. Për te asaj. Është këndi tjetër i prindërimit, ka të bëj me angazhimin tonë të përditshëm në edukimin rritjen e tyne, po edhe si pas bot kuptimit tim gjithmonë. Dhënja e shembullit edhe të prindërimit të mirë, po të njëjtën kohë edhe i fëmijët, cilin ti e rritë e edukon kështu me radhë, me qenë shembull, jo me marrë shembull prej dikuj tjetër, po me qenë shembull për komunitetin, shoqërinë, ku e djene, për këtë tjetër. Këtë pjesë e bëj dallimin, se prind mundesh me u bo edhe cët nuk mirësh me to kur, në ndërkohë me prindërim të nevojitet angazhimit përditshëm, i pa shoq, i pa shembull, prandaj edhe tashmë kur është rrit mjani, edhe e marrë me vetë në angazhimit e mia filantropisë që i zhvilloj në projekte në qytetet të ndryshme, fshatna të ndryshme të Kosovës, që me ja zhvillu edhe sensin e kontribut dhënjës për shoqërinë edhe mundësisht me i tregu se pse duhet me bo që kjo, pse po bo që kjo. E deri në këtë pikë, në momentin që po flasim, jam tejet krenar në raport me qysh kemi me mëri me portretu si personalitet djalin tonë, jam bajegi i knaqën, po jo i vetë knaqën, si me thonë maksimum. është ta vanë edhe nuk mundesh më tej. Që kjo është perspektiva ose prizma që shë e shoh prindërimin aktive, pozitive dhe të mirë. Sa u bë djalis? 6 vjetë e gjysmë. 6 vjetë e gjysmë.
ke nda diçka nga fotografia, për shembull, që më tregove më herët, me gjyshin e ti? Me gjeneru me AI? Jo, i ke nda, a i ke tregu, i ke fol për te? Po pa tjetër, jo vetëm për gjyshin e ti, po për edhe gjyshin dhe gjyshën, dhe të prindrit e Erblinës, nusës tem, edhe për antarët e tjerë të familjes cilët pavarësisht a jetojnë apo jo, mundohem që me a prezentu krejt familjen, të njëjtin e marrë në vizita familjare që kemi. Po, me tekst veçantë, ne kemi folë, sigurisht me detaje, informatat, cilat nuk i takoj moshës të ti, por si paka shumë personalitete që ka i kam pëlqy që ka jo, e i kemi nda për të gjithë familjarët të cilët edhe nuk jetojnë, po them edhe përfshi edhe prindrit e Blinës. Uroj që t'ju bëj krenar që të dyve, gjithë familjes,